Stella rikthen shtyllën e dritës dhe shpëton jetën e babait të saj. Në oqeanin e pafund zhvillohet betejë mes Winxave dhe Tritanit, dhe Aisha i çliron kushërinë e saj në Reusin dhe Tres nga mallkimi i tij. Përsëri në Alfea, një kërkim i ri do të fillojë. Guri shtyllës së dritës, hapi i parë. Për të sunduar oqeanin e pafund. Ti dhe unë së bashku, Ajsi. Së bashku, Tritan. Nëse dëgjoj edhe një herë atë së bashku, do ta vras. Sidomos pasi nuk na përfshin ne. Le të ikim që këtu. Stormy, Tersi, ju duhet ta ndaloni. Më fal, po flisni gjë me mua? Ju lutem, më dëgjoni. Ju duhet ta ndaloni Tritanin përpara se ai të aktivizoj frontin e perandorit. Dhe pse duhet ta bëjmë ne këtë, Daphne? Froni do të çliroj një fuqi që as Tritani nuk mund ta kontrolloj. Ai do të shkatroj veten dhe të gjithë ne në oqeanin e pafund. Ai do t'ju shkatroj edhe ju. Po, e drejt. A mund ta besosh atë? Duhet të paralajmëroj Blumin. Duhet ta provoj. Blum! Blum! Nuk mundem. Tritani është shumë i fortë. Kjo pra është. Oh, Zot. Guri i parë. U dobësua. Do shta mund të çlirohem. Blum, duhet të përpiqem të arrij Blumin. Blum, a më dëgjon? Blum. Blum, Blum. Daphne? Daphne? Daphne, ku je? Motor e vogël, Tritani ka marrë fuqitë e mia. Unë jam e burgosur e ti. Do të gjej. Unë do të shpëtoj. Jo! Dimensioni magjik është në rrezik të madh. Duhet të ndalosh Tritanin, duhet të nxitosh. Ai kërkon gurët e shtyllës së ekuilibrit dhe shtyllës së kontrollit. Mos e lejo që ti marrë ata. Por asu nuk e di ku janë shtyllat. Duhet të shikosh syrin e frymëzimit. Syrin frymëzimit? Çfarë është ky? Shkëlqen sipër dhe poshtë. Syri i frymëzimit ndryçon alfjan për të gjetur shtyllat. Duhet të gjesh syrin. Prit, Daphne, mos shko. Alfja që shkëlqen sipër dhe poshtë, syri i frymëzimit. Nxito, nxito Blum. Jo, të lutem mos shko. Nxito. Daphne, Daphne. Sipër dhe poshtë, syri i frymëzimit. Flora, zgjohu.
Fa, çfarë po ndodh? Zgjoni vajza, ijani. Stella! Stella, zgjohu! Mjaft. E dini që është mesi natës apo jo? Apo jo? Sigurisht. Atëherë unë duhet të fle akoma. Jepi Stella, kemi punë për të bërë. Hey! Lum! Çfarë po bën? Më lësho! Le të shkojmë. Tritan, mbështetu tek unë. Jo. Jam mirë. Ai po dobësohet. Dështaku. Po sikur Defni të ketë të drejtë. Shikoni! Po fillon. Kanë mbetur vetëm edhe 2. Tani na duhet vetëm të marrin disa toksina dhe ti do të rritesh përsëri. Ti je më e mira, Hajsi. Stormi, dersi, lëvizim. Shkojmë pra! Defni thot se ai do të shkatroj veten duke u përpjekur të aktivizojë atë fron. Dhe të na marrë të gjithëve me vete. Duhet ta ndalosh atë. Para se të jetë tepër vonë. Nuk do ta braktis kur Tritanin. Por unë mund të bëj pa ju të dyja. Ajsi! Ne thjesht po përpiqemi të ndihmojmë. E po mjaftu përpoqët. Dhe ajo Defni është një gënjeshtare e madhe e trash. Një arkiv magjik, po pse jemi këtu përsëri? Është burimi ynë më i mirë i informacionit për çdo gjë magjike. Në rregull, Wings, le të gjejmë syrin e frymëzimit. Syri i tigrit. Syri i dragojit? Syri lazer. Sy për sy? Në syrin tënd. Sy i vdekur? Syri zi. Syri kutërbues. Aj. Syri me qime? Pranoje, nuk ka asgjë këtu. Nuk mund ta besoj. Pra, po tani çfarë? Si do të mund ta ndalojmë Tritanin? Edhe më pas, mbërriti një peshkaqen gjikant. Por ishte një peshkaqen shumë misor. Porta po hapet. Lërkoni që këtu, tani! Shkoni, nxitoni! Toka, vendi i përsosur për mua për të furnizuar me karburant. Sepse është shumë i ndotur. Jo këtë herë, Tritan! Mere këtë! Tritan, a je mirë? Pse brejtse e vogël? Rufe akulli! Lam të mirë, pra. Tani si thua të shkojmë në vendin tënd të preferuar? Ishulli mrekullueshëm i plehrave. Unë mund të ha. Vendi yt i preferuar. Sot i madh. Filla duhet marrë ndihmë. Filla duhet shkoj në shtëpi. Le të kthehemi në shtrat. Mund ta kuptojmë nesër në mëngjes. Jo. Defni tha se duhet të nxitonin për të ndaluar Tritanin, përpara se të marrë shtyllat e ekuilibrit dhe kontrollit, Të cilat ne as nuk e dim se ku janë. sepse nuk po gjejmë syrin e frymëzimit. Vajza, ndodhet diku këtu. Blum, nuk ishte asgjë të tillë në arkivin magjik. Asgjë nuk ka në internet. Shkëlqen lart e poshtë, syri i frymëzimit. Është e pamundur, unë dorëzohem. E po unë jo. Unë kur nuk do të heq dorë nga një mundësi për të mposhtur Tritanin. Kutia Sirenix.
Roja Sirenix, të lutem, na ndihmone. Çfarë mund të bëj për ty, Aisha? Ne po përpiqemi të gjejmë syrin e frymëzimit. E shoh, dëshironi një sugjerim? O, po, e dua shumë. Është e madhe dhe e rumbullakët dhe shumë e ndritshme sot. E madhe dhe rumbullakët. Dhe shumë e ndritshme. Sonte? Hana! Po! Hëna, dhe ajo po shkëlqen qartë si për nesh. Po, por ku po shkëlqen poshtë? Pyetje e mirë. Shkëlqen poshtë. Hëna! Ja ku është? Reflektohet në ujin e pusit. Wow! Kjo ishte intensive. Hej, vajza, shikoni. Kjo dhomë është e bërë nga uji. Sa e mrekullueshme dhe sa e bukur. Mund të kemi gjetur atë që po kërkojmë. Unë besoj se është një hartë e oqeanit të pafund. Shiko, ato duhet të jenë shtyllat që shkëlqejnë në dritën e hënës. Shtylla e dritës, shtylla e ekuilibrit dhe shtylla e kontrollit. E kuptova. Dhe tani, ne do të kapim Tritan. Nxitoni të gjithë kësheshën kryesor. Nxitoni! Le të shkojmë pastaj, të nxitojmë. Selti, Tritani ka hyrë në oqeanet e tokës. Fera ka nevojë për ndihmën tuaj për ta mposhtur atë. Unë jam me ty. Unë jam përposhtur. Unë jam me ty. Për foton e më parshme. A mund ta besosh se sa njerëz dolën për këtë? Është e mrekullueshme. Ne do të pastrojmë këtë vend. Çfarë po ndodh këtu? Ata po ngatrohen me vendin tim të preferuar, por jo për shumë kohë. Toksinat nga ato mbeturina lundruese janë pikërisht ato që më duhesh.
Askush nuk ngatërohet me vendin tim të preferuar. Ndim, më ndihmoni! Duhet i shpëtojmë ata njerëz. Ndim! Po telefonoj Blumin. Unë jam shumë e lodhur. Gjithsesi ne mund të flem edhe disa orë të tjera. Përshëndetje, mami. Tritani po sulmon tim janë. Po vi me një herë. Fati i dimensionit magjik është në rrezik. Dhe privimi total i gjumit për ne sigurisht. Wings, transformohemi. Wings asajtje, Sirenix. Blum, zana e flakës së dragojit. Aisha, zana e valve. Flora, zana e natyrës. Musa, zana e muzikës. Teknak, zana e teknologjisë. Stella, zana e diellit që shkëlqen. Shpejt, nxitonin! Tani është për një fest. Ulu poshtë! Blum! Merreni ne me të. Përsëri këto. Ato thjesht duhet të shfaqesh. Vazhdojmë ne. Për Binçi do të kujdeset për ta. Dhe ne do të kujdesemi për shtyllën e ekuilibrit. Le të shkojmë për t'i marrë. Ani. Stella, përbindeshi. Në rregull. Përhapja e zjarrit. Tombi Neptunit. Diamanti ndritshëm. Duket sikur ai nuk I ndjen fare. Nuk kemi ndikim fare te kjo gjë. Si ta luftojmë? Luftojnë zjarrin me zjarr. Ne duhet ta luftojmë zjarrin me zjarr. Ani Wings. Wings, konvergjenca Sirenix. Punë e pashme, Wings! Asgjë, babi. Tani le të shkojmë të kapim Tritanin. Ne do të kalojmë përmes portës së tokës në oqeanin e pafund. Dhe shtyllës së ekuilibrit. Po, tallesh. Filla e dinte që ti do ktheshe. Sulm! Sulmoni! Mendoni se mund të më mundni?
Shikoni sa i fuqishëm është. Ai do t'jetë perandor dhe unë do t'jem perandoresh. Me apo pa ju të dyja? Ajzi! Erdha! Selkit! Çfarë u ka bërë? Përshëndetje, Wingsa. Mirë u pafshim. Atë nuk do ta lë të iki kur përsëri. Jo, Selkit janë të parat. Shpejt, konvergjenca Sirenix! Falenderoj Wings që na shpëtuat. Por Fella si vjen keq që Tritani u largua. Mos u shqetëso, Fella. Unë premtoj se do ta kapim atë. Ja ku po ikin dhe plerat ka ishulli. Ujrat e Gardinias janë të pastruara. Ju faleminderit shumë për ndihmën tuaj, vajza. Dhe tani na duhet të largojmë Tritanin nga oqeani pafund. Mos u shqetëso, Aisha. Ne do ta kapim. Tritani merr kontrollin e gllabëruesit të pandalshëm dhe urdhëron të sulmojnë Selkit. Wingsat duhet të gjejnë një mënyrë për të mbrojtur Selkit dhe për të ndalur bishën. Udhëheqësit e dimensioneve magjike formojnë një këshill sovran për të luftuar Tritanin, por a do të bien dakord ndonjëherë për një plan?